Këngëtarit Louise Ailey ndryshoi jeta tërësisht në momentin që ju bashkua shtëpisë më të famshme në Shqipëri, asaj së Big Brother VIP 2. Ai dhuroi shumë emocione për të gjithë publikun shqiptar, ndërsa gjithçka në atë kohë rrotullohej rreth tij. Të mëdhenj e të vegjël flisnin për Louise Ailey, ose siç e quanin ata Luani. Luizi në Big Brother VIP 2 u njoh me dashurinë e tij të jetës, Kiara Titon, me të cilën e kurorzuan dashurinë e tyre në natën finale të spektaklit, ku fitoi edhe çmimin e madh. Pas daljes së tij nga Big Brother, Luizi vazhdoi me koncertet jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë tij. Më pas në jetën e tyre erdhi mrekullia Luna Maria. Së fundmi, Louise Ailey ka publikuar një foto krahas së cilës shkruan: "Ende më kujtohen ditët kur lutesha që të kisha çdo gjë që sot e kam."